Ja blen votën. Është e qartë, lutem, po ti kishte rrit paga, që qani, veç t'jep një shembull. Po e zonë një pagë mesatare, sot në Kosovë 600 euro. Dhe tash nëse e jep ky pagën e 13, që duhet më dhanë, mirë po se ka rrit pagën fare. Sikur se ta kishte rrit pagën, ka 100 euro në muj, i kish ra që du të më jep 1200 euro. Tani ku jep pagën e 13, jep veç 600. Pra ky 600 ja ka marrë ati, se ja ka mungue. Veç të rritja pagë, pastaj kur është rritjen e çmimit të energjisë, sa ja merr ky qytetarit. Kur është rritja kosteve tjera të jetës, ky qytetarit ndryshe thonë ja merr 3000 euro e ja 500 në herë në 4 vjet, pra veç kur ka zgjedhje se nuk e voti edhe në herë. Po zgjedhje po ka shpesh. Po deri tash ka pas për fat. Pra nëse është kështu pse s'po mundeni pra ju po pranoni. Jo, unë besoj që shiqani nuk ka qenë as e qartë sa është tash. Qytetarët ndoshta në një mënyrë apo një tjetër duke na pa neve 3 opsione. Duke pa se Aleanca i ka të pikpamje, dhe të ka të vetat, po të ka të vetat, nuk na kanë identifikuar si opsioni vetëm, si alternativë. Ndoshta kanë thonë se po t'japim një besim më të madh këtij, ky kryen puna që përpara. Dhe ai po është në alternativë. Mirë, po ja dhanë, jo, veç dëgjoni, ja dhanë 50% plus. Ai nuk arriti me kry punë, ai nuk arriti me bashkuvend, ai s'po arrin me shku përpara. Edhe atë jo se nuk i ka, ai ka gjitha mundësitë. Mirë, po ai do me reciklu kriza. Ne qytetarët nuk duhet me pranu me të kriza pa kufi. Në përshëritjet pa kufi, do të kërkojnë një jetë normale, një rritjet pagave, një zhvillim ekonomik, një pagë të 13, pensionet një teshme, po edhe mundësi që me jetu në këtë vend. Ju edhe ne po vazhdojnë mu zbrasë Kosova, fejtërive, edhe sot shpit me roleta janë se që në herë ma shumë në për gjithë Kosovën, pra është gati që momenti i funit që na janë kujdesimi. Po interesant, dhe ata që po dalin jashtë, po votojnë më tepër për Kurtin se sa për ju të tjerët. Kjo puna e përqindjes atyre si votojnë edhe si ka ndohë këto zhvillime është ndryshe thonë e hapur, na mund të diskutojmë këtë propaganda, që shedim PR-i, ato mekanizmi i ti linqus, mekanizma tjerë po e bojnë të vetën. Pra, shifne Kurti për mos me pas nevoj më u zhvillu ekonomikisht, edhe mos me pas nevoj me i dëshmu rezultat. Ju nuk e keni jetu kur atë duke dalë me raportue që ka ndohë ma mirë në qeverisjen e ti për qytetarin. A i del me të regue kush është armiko ose i keqi, edhe del pashtu me ndryshe thonë me këtë opcionin e ti se a i miri po e blokojnë, edhe i lëshon ato linquste vetë në funksion, kjo është logjika. Në këtë totalt, në këtë mekanizm, diçka ka fillu me levizun, besoj të qytetarët po e shohin që mërë diçka nuk në rregull me këtë njeri. Ja dham një herë, 50%. Ku po ishini këto shenja? Përprej si jetojmë në komunikim me njerëz, me falë. Ade nuk është mo se veç unë e kom dërshu, jëmë bo shumë ma i mirë, o hënë që ka puna ti njeri, po na vesin, po na pyshin, po në tërë na hënë që ka puna ti njeri. Adi na pyshin jashtë, jo vetëm qytetarë zakonshëm, po atje, që ka me i vove, thënë ti njejna. Qa për ju thoni ju, zote Haradinaj, se publikisht keni thënë që është spion i Serbisë? Shqyqani... Aty në po më interesën që për ju thoni? Jo, për ju të regoj kështu, sinqet, unë përhum që aji nuk e ka qëllimin të e mara, e mira këti veni, është i fokusuar për me e barikadu e me erujt pushtetin për veti, për atë ekip njerëzve që ka, edhe nuk është në dobi t'jujnë, është të venit. Pra ajo është duke na varfru gjithë neve, duke u varfru ju të gjithve, sepse ai po beson që kur ja vjef ju 100 euro, ja merr votën, dhe s'ka nevojë me punu më 4 vjet, e pret kur vje vakti t'i jep edhe herë 100 euro, edhe ka kry punën. Pra s'ka nevojë as me bo infrastrukturë, as me kry këto projekte infrastrukturë që ka me qenë. Megjithatë, zote Haradinaj, se më fal prof, janë disa të dhëna të cilat nuk e thojnë gjë të tillë. Për shembull, se nuk është vetëm kjo pjesa që i merr 100 euro e voton zotin Kurti. Ta zomë në lagjën ku jetoni ju, ai ka marrë 65%. Dhe ajo flet për një kategori të njerëzve të cilët janë të kamun, që i kanë punë të mirë, ndërkohë votojnë zotin Kurti. Janë disa çështje që ju mendoj, opozita në tënësi, nuk po arrini me i dhonë përgjigje. Nuk po arrini me i dhonë përgjigje si cilit element që të manipulimit këtij. Se unë jam i bindun thellësisht që ky është mjeshtri manipulimit. Por megjithatë, kur ka dikush, kur është dikush një mjeshtri manipulimit, duhet jetë dikush edhe një mjeshtri demantimit.
Dhe si bëhet ky demantimi, si mas jush? A ta marim shembullin e rishtëm në Hungari. Një parti që s'ka ekzistuar, ja doli që ta mund me 2/3 e votave, dikë që është 16 vjetë në pushtet. Me drejt, shqyqeni, është e logjikshme që në përqindjet votueshve për një subjekt përfshien kategoritë ndryshme, edhe ata që në shteshe meshme, edhe pashonik, edhe ndonjë më i varfër, edhe një tjetër. Ajo që ne, kush e bën diferencën diku në votë, se na po flasim për një diferencë, diku për 5 deri në 10%. Ju lutem, edhe vevi këta nuk e thon rashi. Kjo është diçka që është gati goditje në rendin financiar të Kosovës, rendin financiar. Sigurisht. E shpërndaja një pako, 100 milion që, 3 ditë para zgjedhjeve, 4 ditë para zgjedhjeve. Është diçka që është shumë interesant është, mu diskutu. Zoti Kajtazi ju pyeti që lagjen tuaj, u jeton një shtres që s'ja ka nevojën të 100 eurove, e ka votuar. Ma shumë se tjerë më ka nevojën. Çdo lagje jetojnë edhe meshatar, edhe më të pasur, edhe më të varfër. Por në çdo lagje, në një Kosovë, çfarë Kosova, nëse shpërndan 200 milion fare, dikush, mos harroni se vojnë dikim. Ato ti mundesh me thonë këtë lagjen atë lagje, që në Prishtinë e ki dikon me sa dushkat, e ki dikon ndryshe, e ki një tjetër, por kur ndahen 200 milion, ajo fondikon në votë. Pse nuk i shpërndahen për shkak ato pare në një etapë tjetër, po shpërndahen tek ato ditë para zgjedhjeve. Kjo nuk është një rregull që ndodh në botë. Kjo është një ndërhyrje në të drejtën edhe në demokraci, edhe në konceptet bazë demokracisë. Mos po në ligj të buxhetit është ndërhyrje. Ja, që baza e këtij ligji është rregulluar tillë që sot nuk ka më investime kapitale, nuk kryhet asnjë projekt që nisi, dini që sa vjet kanë marrë që varrezha investimet kapitale, për shembull autostrada për dhënë në varr, për atje efektiv mos i përmend gjitha. Nuk ka investime kapitale, ai ruan parën, vetëm e ka, për shembull, çka është më e keq është që qytetarët është mirë me e kuptuar, që është në interesin e tyre me e kuptuar. Ky njeri po beson që kur e shkip qatë pakon. Ky s'ka nevojë më me punu. Kur? Ky veç njëherë kur të vinë zgjedhjet ka me i shkip qato. Pra ky e bën çka do në këtë vend. Mund thuhet që ka